Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha mbylli fushatën elektorale në Shkodër, qarkun e njohur si Bastionit të Djathtës. Mitingu në Shkodër u zhvillua pak orë pasi Departamenti Amerikan i Shtetit deklaroi për një gazetar amerikan se Berisha mund të udhtojë në Shtetet e Bashkuara dhe lideri i opozitës shfrytëzoi këtë lajm për të falendëruar shkodranët, të cilët e mbështeten dhe i dhanë atij fitoren e parë elektorale në 6 marsin e vitit 2022. 11 maj është pas gjithash dita e shpirtit liridashës të qytetarëve të këtij qyteti të mrekullueshëm. Është dita në të cilën shkodranët që ka ruajtur më shumë se kushdo tjetër idealin e lirisë, që ka ruajtur dignitetin e tyre në kohrat më të vështira, me 11 maj do të çelin, do të firmosin një kapitull të ri në historinë e Shkodrës dhe historinë e Shqipërisë. Do të ndahen miq me një diktaturë të cilën Europa në shekuj dhe mijëvjeçar nuk e ka njohur. Berisha ftoi shkodranët që para se të votojnë të mendojnë për jetën e tyre në 12 vitet e qeverisjes së socialistëve. Sipas kryedemokratit, këto vite sollën largimin e 1 milion shqiptarëve, varfërimin e qytetarëve dhe vetëm PD mund ta bëjë të nesërmën më të mirë. Ju ftoj të mbështesni këtë ekip, se përballë është alternativa e krimit. U them edhe për faqësuesve tyre dhe atyre. Me datën 12 maj qeveria e re do t'u shpall ju grupe terroriste dhe mos guxoni të kërcënoni qoftë dhe një komisioner dhe një qytetar. Do të përgjigji ashtu që nuk ja u pret mendja, dhe mos mendoni se u mbron Edi Rama e Benet Besi. Jam mbathin të parë. Ndërsa po afron dita e zgjedhjeve, kryedemokrati bëri një apel ndaj shkodranëve që të mos e votojnë Tom Doshin. Ju bëj thirrje, asnjë vot për Tom Pazarin. Asnjë vot. Vota për Tomen është e tëra vot për Edi Ramën. Tom është sklav i Edi Ramës. Vot kundër kërkoi edhe për partitë e tjera, duke etiketuar paterica të Edi Ramës. Ato partitë që u thoni ju se ne nuk kemi për rotacionin, atë në maska, atë në partitë, atë në për Edi Ramën, po si nuk jeti për rotacionin, largim një regjimi që po e bën Shqipërinë, që po largon të rritë nga Shqipëria, që po i varfron pensionistët, që po varfron shqiptarët, si nuk qenë këti për rotacionin, atër të një vegële Edi Ramës. Asnjë vot për ta. Në krahun e Sali Berishës në Shkodër ishte dhe strategu i fushatës elektorale të presidentit amerikan Donald Trump, Chris LaCivita.